Serbi, Egli Tako shpërthem pas videos virale. Nuk kam shar askënd, turma e nisi. Pas momentit që bëri xhiron e rjetit dhe ndezi debat në të gjithë Kosovën e Shqipërinë, këngëtarja dhe ish finalistja e Big Brother VIP 4, Egli Tako, ka vendosur të sqarojë përfundimisht se çfarë ndodhi në koncertin e saj në Drenicë gjatë korrikut të këtij viti. Egli foli hapur për performancën që u bë virale, ku ajo dëgjohet të thëras Serbi, ndërsa turma shpërthen me korin e njohur të motrën. Pamjet u përhapën me shpejtësi në rrjet, duke hapur diskutime të gjera për mënyrën si u interpretua momenti. Si çdo gjëje tjetër, edhe kësaj i vum bishta. Unë nuk kam qenë iniciatorja e thirrjeve kundër Serbisë. Publiku e nisi, unë thjesht u bëra pjesë e energjisë së tyre. Në fund të ditës, pse mos të isha, deklaroi Egli. Ajo mohoi kategorikisht se ka përdorur gjuhë banale, duke sqaruar se reagimi i saj ishte spontan dhe i lidhur me atmosferën e publikut. Nga goja ime nuk ka dal asnjë fjalë banale. Turma e nisi, unë u bëra pjesë e saj. Ka qenë një moment energjik, jo ofendim. Kaq, mbaroi muhabeti, shtoi këngëtarja. Egli u shpreh e habitur nga ashpërsia e reagimeve në rrjetet sociale, duke theksuar se thirrje të tilla janë dëgjuar shpesh në kontekste sportive apo koncerte, pa shkaktuar polemika të ngjashme. Nuk e kuptoj pse këtë herë shqiptarët u ndjen kaq të prekur. Kjo thirrje është dëgjuar qindra herë më parë. Mos vallë tani I kemi rregulluar marrëdhëniet me serbët? Ku e di unë, tha ajo me ironi. Këngëtarja, e cila pas Big Brother VIP ka nisur një karrierë aktive në muzikë, theksoi se nuk kishte asnjë qëllim provokues, por thjesht ndoqi ritmin dhe emocionin e publikut që kishte përballë.